përdori dhunë të egër ndaj protestuesve. Goditi me gjitha mjetet, përdori gaz lotësjelës të skaduar i cilin konventa ndërkombëtare përbën helm luftarak dhe s'mund përdoret kur ndaj protestave. Gazi lotësjelës ishte i skaduar prej 3 vitesh. Dhe ai pas skadimit është e njohur se transformohet në helme tjera të cilat japin dëmtime të rënda sistemeve, por mund të shkaktojnë dhe humbjen e pamjeve. U përdorën topa të ujit dhe mjetet tjera. U goditën me shkopi protestues paqësor. Dhe u arrestuan, u ndaluan brutalisht në akte që lartësohen në krime kundër njerëzimit. Fëmijë 10 vjeç tek dilte nga xhamia, vjeçar Romeo dhe s'kishte asnjë lidhje me protestën. Ai kishte ardhur me detyra të ngarkuara nga familjarët e tij. E morën në mënyrën më të turpshme, më kriminale. Do të ushtojnë kohë të gjatë lutjet e tij ndaj atyre banditëve, 5 burra tjetër hiq zvarr, një fëmijë 10 vjeçar. E çuan komisariat. Shkelen konventat ndërkombëtare. Ftyra e vërtetë e Edi Rams, i cili edhe kur tjetë puna për karrikën e tij nuk ndalet as për krime para fëmijëve. Akte kriminale ndaj fëmijëve. Po kështu, agresuar, qytetarë që s'kishin lidhje me protestën, agresuan, arrestuan qytetarë që nuk ishin fare në protest. U sollën egërsisht dhe në mënyrë të padej ndaj deputetëve. Agresuan disa deputetë. Luciano Boçin në kryetarin e partisë, Zia Ismailin, deputetën e Beratit, Besar Xhaferin. Agresuan si të droguar. Akte këto vetëm të njerëzve në panik të tmerrshëm. Të njerëzve pa shpresë. Përpjekje për të mbuluar krimet monstruoze të Edi Rams, Lubi Ballukut, Lindës Akshit dhe Lindës Surrelit, Ergjys Agasit e të tjerë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, mbrëm, fallangat e krimit shoqëruan dhe arrestuan komisariatet e policisë, guzimtarët, Ergi Shkurta, Elvis Mirashi, Ardian Toli, Sali Saraçi, Besnik Bali, Leonard Xhebaxhiu, Rej Hasku,
Alket Toska, Edison Huli, Blendi Spaho, Elton Hoti, Romi Bizhoti, Hamza Cani, Tomas Koja, Ardian Lici, Anduel Leshi, Anastas Memo, Alan Lika, Klodian Bajrami, Elvis Visha, Recep Tarja, Noel Masha. Në komisariatin numër 2 u arrestuan Besnik Bali, Xhebarxhiu, Leonard, Roni Bizoti, Elton Hoti, Hamza Cani dhe u lirua një qytetar. Në komisariatin 6, Blendi Spaho, Skënder Toska, Edison Huli, Ardian Toli, Sokol Gjoni, Elson Mirashi, Kanto Toli dhe të shoqëruar këta të trekta. Pra, si të shifni, dhjetra, mbi 27 të ri, të cilët nuk kanë kryer në mënyrë absolute as një shkelje ligjore, përveç se kanë shpresë zemrimin e tyre ndaj Edi Rams, Lubi Balluku, Lindës Akshit, Lindës Surrelit, Ergys Agasit dhe bandës tyre. Ata të gjithë sot janë në komisariat dhe me urdhër të Edi Rams vazhdon fushata e arrestimeve të qytetarëve. Denoj me forcën më të madhe këtë terror kriminal ndaj protestuesve. Denoj keqtrajtimin që u bë dhe një qytetare e cila banonte në shtëpinë e fëmijës dhe që absolutisht s'kishte asnjë lidhje me asnjë akt, të çfarëdo lloji, e goditër. Për të justifikuar dhunën kriminale ndaj të rive dhe ndaj fëmijëve, Ilian Çela apo Agasi apo banditin kryet policisë mashtroi shqiptarët, tha u plagosën 12 policë. Partia Demokratike me njëherë mori kontakt me të gjitha qendrat spitalore të Tiranës dhe nuk rezulton. Në këto qendra jetë paraqitur qoftë dhe një polic i vetëm i plagosur. Po, ato kanë marrë qytetarin nga Berati, nga shtratin spital në komisariat, në një akt brutal dhe kriminal. Por policë të plagosur për spitalet e Tiranës nuk ka patur qoftë dhe një të vetëm. E garantoj Edi Ramën se personalisht do bëhet përgjegjës për dhunën që u shtrua ndaj kryengrizëve paqësor. Dhe se çdo akt dhune ndaj guximtarëve do marrë ndëshkimin e merituar. Por dje duhet ta pranoj. Shkëlqeu
siç meriton guximi i trive. Ishin ata që i dhanë të gjithë epikën asaj kryengritje. Gazetarët i panë se si në dhjetra raste ata por dhe qytetarët e tjerë kapen kanistrat e gazit dhe ja u kthyrën banditëve me uniformë, ja u kishin nisur. Pra protesta për herë të parë nxori në pa dhe një shkallë të lartë përgatitje dhe vendosmërie nga ana e protestues. Antigaz. E vërteta që policë të kalamendur pati nga gazi, po ishte gazi i tyre, jo i protestuesve. Nuk i plagosen protestuesit, i plagosen vetër ata, se i gjuten protestuesit me gaz. I përgëzoj për aktin heroik të kapjes gazet dhe të hedhjes drejt atyre që hodhen drejt narkobanditëve. I siguroj falangat e krimit se protesta tjera kjo do jetë masive. Dhe se asnjë mjet i tyre nuk do mund të mposhtë revoltën e përgjithshme popullore. Por me këtë rast u bë thirrje policëve të ndershëm, familjar, adhetar, por dhe demokrat në shpirt. Asnjë akt në mbrojtje të Edi Ramës. Edi Rama është i denuari i popullit shqiptar, është armiku i kombit shqiptar. Meriton ndëshkim dhe vetëm ndëshkim, bashkë me suitin e tij. Mos u bëni mburoj e një të keqe të tillë që se ka njohur Shqipëria në historinë e saj. Ky është kilometri i fundit. Asgjë në botë nuk na ndalon ne pa arritur në finish fitimtar. Faleminderit. Zoti Berisha, si do t'i përgjigjet Partia Demokratike gazit masiv lotësielës që hodh në protestë, dhe ashtu sikurse e cekët edhe ju pak më parë me gaz të skaduar, pra 3 vite të skaduar, a do të marrë Partia Demokratike veprime konkrete, duke qenë se vetë ju deklaruat se ai mund të ketë pasoja të drejtë për drejta në shëndetin e qytetarëve? Pyetja e parë. Do ta denoncojmë këtë akt si në institucionet ndërkombëtare ashtu dhe brenda vendit. Është një shkelje flagrante e konventave ndërkombëtare. Por, me që jam këtu, do shtoj dhe 2 fjalë. Edi Rama Ramaduro sot në mëngjes, pas një nate plot makthe, shkruante i vrerosur, i bërë zeher, i tmerruar, në përçartjen e tij në X, fliste për rrugaç, lagjesh, për mercenar, cilësonte të rit guximtar. Unë u them këtyre heronjve të vërtet, se gjëja e parë që merr në mend kur lexova ishin akuzat që diktatori i fundit komunist u bënte trive të Tiranës, ku i quante halabak, rrugeçur,
me gjuhën që përdorë sot Edi Rama. Ndaj dhe i them kaq Edi Ramës, ata janë deri i kombit, krenaria e popullit dhe qytetarëve shqiptar, dhe të garantoj se ata nuk kanë për asgjë përballë një kryehajdut, një Ramaduro që mbrohet nga banda dhe krimi dhe fundi i tij pashmangshëm, fundin e tij të pashmangshëm, do ta firmosin të rit dhe adoleshentët shqiptarë që ishin aq të shumë dje në protestën që tronditi dhe unë. A do të ketë protestat të tjera të afërta, opozita pas asaj të mbrëmshmes? Pa dyshim që do ketë protesta dhe vetëm protesta. Ne jemi në kilometrin e fundit. Këtu, ne të gjithë potencialin tonë, ne mi mirënjohës pa fund përgjigjes qytetare, një thirrje kam për çdo qytetar. Edhe një herë, nuk është protest kjo as për një person, as për një parti. Është protest të ndërgjegjes qytetare, është protest të ndërgjegjes kombëtare. Të bashkohemi, sepse kur themi janë vjedhur 130 milion euro në djegësin e Tiranës që nuk ekziston, kur themi janë vjedhur 50 milion euro me një firmë në tunelin e Llogaras, kur themi janë vjedhur 140 milion euro me një firmë në aeroportin e Vlorës, kur themi po vidhen rreth 4 miliard euro me portin e Durrësit, këto janë pasuri të çdo shqiptari dhe jo vetëm të opozitarëve që protestojnë. Këto janë pasuri të fëmijëve të çdo shqiptari dhe jo vetëm të fëmijëve të opozitarëve që protestojnë. Ndaj dhe sot është koha më shumë se kur t'u tregojmë para ndërgjegjes sonë, të bindur para ndërgjegjes sonë, të tregojmë se ne kur spajtohemi me këtë regjim, por të tregojmë dhe botës. Të tregojmë miqve tanë se kush jemi ne. Të tregojmë mbështetësve të Edi Ramës se sa gabim keni bërë duke mbështetur një Padrino, një Ramaduro si ky. Ndaj dhe ju e patë për masat e protestës dhe unë pres që ato të bëhen të papërmbajtshme dhe ju siguroj se do bëhen. Thash dhe njëherë, tipari më kardinal dhe më rëndësishëm ishte rinia në veprim. Ndaj dhe të merri Ramës. Ndaj dhe të merri Ramës që i quhet mercenar, rrugeçër, lagjesh, të rit të ndershëm, dinjitoz, guximtar, student, punëtor, të pa punë, por që kishin dalë për ndërgjegjen e tyre kundër tij. Faleminderit.